Ajo ndjenja kur bojmë mëkat është shumë e rëndë. Ta hup shpresën e jetës. Kjo është e vetmi arsye dhe kryesore edhe disa të rive tonë, të cilët edhe po e zgjedhin rrugën e vetvrasjes. Se deri që tu të bjen shejtani, të bën pesimist, qëtë për toke, qysh e bone këtë mëkat, Allah të marrëv, qysh e rend mëkat, Zotit foli, ta ka qu Zotit Ramazanin, mëshirë, rahmet, begati, gjithë shka, ta ka qu ditën e gjumos, ka dhonë gjitha të mira, qysh të e bone mëkatin, qysh e bone gabimin, qysh e rend këtë gjendje, s'ka mo këthim ropa për ty, e ke po? Djali i ri, të natë mira, shnetën po, familjen po, gjithë shka po, pesimist për jetë. Qa fibre? Vres, të gjës, pa jetohet me një shush. Këtu e të zeset e shejtani. Sa i qëtin me bo gjuna, edhe këthejnë të bënë pesimist, bënë pishmën që i e gjanë. Prandaj i vy njeriut bindja edhe mos shkutja e raporteve me Allahun e vetë, me Zotin e ti, a i cili 24 orë në 7 ditë të javës të pretë mu e ty dhe të gjithë neve, që të rikëthejhemi Allahu Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanuhu, që t'i bojmë lidhjet edhe raportet me Zotin ton, me atë për të cilin ne kemi nevoj, e a i nuk ka nevoj për neve asnjëherë. Ne lusim Zotin Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanuhu, krijuesin ton, që sa herë që ka mundësi shejtani me dominu mbi neve, me na rikthye në mëkate, na më u rikthy përsëri te Zoti Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanuhu. Mos me humb shpresën edhe i mytin asnjëherë në Allahun, në Zotin ton, në foljen, në mëshirën e madhe të tij, sepse nëse ka përfundu, edhe njëherë po e themi, muaji i Ramazanit nuk ka përfundue falja e Zotit. Dyrt e pendimit edhe të rikthimit të Allahu Gjelle Shanuhu janë të hapura 24 orë me 24. Allahu Gjelle Gjelaluhu ve Gjelle Shanuhu e shtrin dorën e rahmetit edhe mëshirës së tij natën edhe thret ku janë ata njerëz të cilët kanë bërë mëkate ditën dhe të lutën natën t'u afali ato. Dhe shtrin dorën e mëshirës, rahmetit, të faljes edhe të pranimit të pendimit të secilit nga ne ditën dhe thret ku janë ata të cilët kanë mëkatuar natën, le të lutën ditën t'u afali ato. Dhe ne jemi krenar, na kena Allahun Zotin ton, ato i cili na fol gjithmonë. Dhe ne nuk jemi hiç fare sa herë që humbim shpresën edhe i mytin në faljen dhe në rikthimin te Allahu jon, te Zoti i botëve. Sadakallahu al-azim, la ilaha